Maska e vdekjes së artistit Aleksandër Mojsiu, një tuf flokësh të tij, por dhe fjalët e fundit të shkruara nga Dora e gjeniu të skenës, pak përpara se sa të largohej nga kjo jetë, ishin ekspozuar në hallin e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit me rastin e 20 vjetorit të themelimit të këtij institucioni të arsimit të lartë. 44 foto dhe dokumente të radha e të panjohura më parë u bën pjesë e ekspozitës Aleksandër Mojsiu, njeriu dhe artisti, të sjella në Durrës nga studiuesi Pjetër Logoreci, pas një pune kërkimore 7 vjeçare në arkivat e Vjenës. Në një prononcim për Durrës Lajm, studiuesi rrëfen pse zgjodhi t'ia dhurojë UAMD-s këto foto e dokumente të radha, që zbulojnë shumë çka nga të gjitha periudhat jetësore të Aleksandër Mojsiut. I përket Durrësit, edhe unë e kam bërë laureat universitetit, mos këtij aktivitet mesim këtu. E kam qenë gjitha trevat shqiptare, që më njoh shqiptar, janë dokumentet pa njoftuna, pa dalur në asnjëherë, i kam nxjerrë unë për herë parë, edhe në arkiva Vjenës. Unë kam fatin që jetoj në Vjenë atje dhe kam arrit të kërku me e gjetë. Janë gjëra të veçanta, shumë signifikative për jetën e tij, shumë domethënëse, sidomos janë disa dokumenta që i kanë shpëtuar dhe jetën. Ju i keni ndarë edhe sipas periudhave jetësore të tij. Janë 44 foto, jam mundu me nda me sektore. Kam fillu me familjen, mandej kam fillu me shoqërinë e tij që ka pas kontaktet me njerëz të famshëm. Nuk i kam sjellë gjitha për arsye sepse ky ka për shembull ka pas edhe me Chaplinin, me personalitet Stanislavski, nuk kisha kombivu gjitha, kam sjellë ata që ishin më pikante. Mandej kam vazhdu me rolet në teatr, rolet në kinematografisë që ka luajtur edhe filma, kam objektet e tia që kur ka vdekje kanë marrë maskën e vdekjes, për shembull, stampin e dorës majt, e flokt, original tjetër, edhe përfundojnë edhe me vdekjen. Ky ka është djeg në krematorium në Vjenës, edhe hiri i tij ka shkuar në Markote, Lugano dhe Avros në vilën e tij, aty ka shtëpia ai. Ju thatë që të gjitha këto foto dhe dokumente të radha do t'i mbeten universitetit? Po. Rektori më tregoi që ka një projekt për me bërë një sektor të veçantë për Mojsiun, edhe është meri gjithë shqiptarëve. Edhe unë me shumë kënaqësi do t'i jap gjitha materialet e mia, jo vetëm këto fotografia, po kur të bëhet, i kam thënë që do të vi me gjithë materialet që kam 8 arka, krejt arkivin e Vjenës.